Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Remzije Osmani ka bërë një surprizë të veçantë për nusën e djalit të saj Gëzimen me rastin e ditëlindjes së saj të 29. Gjest ky që u prit me shumë emocione dhe për Gëzimen nga publiku. Në një atmosferë familjare, Remzija i dhuroi Gëzimes një set bijuterish luksoze, shoqëruar me një letër të shkruar me dorë, plot fjalë të ngrohta e dashurie. U bëfsh 100 vjet me shëndete Gëzime. Jemi me fat që të kemi, ishte mesazhi i ndjerë që preku zemrat e ndjekësve. Gëzimja, e cila është shumë e dashur nga publiku për thjeshtësinë dhe marrëdhënien e ngushtë me familjen Osmani, ndau momentet në rrjetet sociale. Duke falenderuar Remzijen dhe familjen me fjalet "ju dua", ky gjest u vlerësua lart nga foncat, të cilet e quajtën Remzijen vjehra e ëndrave dhe një shembull të vërtet të vlerave familjare. Në një kohë kur shpesh flitet për tensione mes nusës dhe vjehrës, marrëdhënia e tyre tregon se respekti, dashuria dhe mirësia janë cilësi i një familjeje të lumtur. Me këtë moment të veçantë, Remzije Osmani dëshmoi edhe një herë se përveç suksesit në skenë, ajo është një nënë dhe vjehër e përkushtuar që di të ruaj harmoninë dhe dashurinë në familje, duke treguar se dhuratat me zemër vlejnë më shumë se çdo gjë materiale. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.